Pas shumë komentesh të video ime fundit për tenxherën time të re, e inaugurova dhe këtë të fundit duke gatuar gjell. Këtë herë kam bërë qull me ara dhe mish. Dhe po, këtë qullin e kam bërë gjithë vetëm te tenxhera multicooker. Si fillim bëra pazaret dhe ja nisa duke skuqur mishin e viçit me pak gjalp dhe vaj ulliri dhe e marinova me erëzat që shikoni në video. Pasi mishi mori një faqe, i shtova dhe 2 lugë miell, kjo për arsye që të trashet gjella më vonë. Në të njëjtën kohë marrim shtypin dhe arat, i therromojmë kështu dhe pastaj shtojmë lëngun e pulës te mishi. Mund ta bëni edhe thjesht me ujë. Me qëra fjala shumë për ju që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Tani thjesht i vendosim kapakun dhe e shtypim te opsioni për gjell. Bëra edhe 2 sanduiça me Philadelphia dhe domate ndërkohë që prisa që qulli të bëhej dhe pas 40 minutash qulli me arra dhe mish ishte gati. Jam tepër i lumtur që e kam bler këtë multicookerin tani sepse e bëj gjellën që në mëngjes, e fus në multicooker dhe e flej mendjen kur vi nga universiteti e kam gjellën gati. Gjithsesi dua të di mendimin dhe idetë tuaja për gjithë ju që keni multicooker në shtëpi, çfarë recetash përgatis me multicookerin tani, sepse mezi pres të provoj shumë receta. Shkruani sugjerimet tuaja në komente, do t'i lexoj gjitha komentet. Faleminderit shumë, shihemi në videon tjetër. Ciao.